Të dashur qytetarët e Beratit dhe të gjithë kurorës që i qëndroni sipër Beratit. Unë jam Pavlo Shkarpa, lindur dhe rritur në Kalan e Beratit. Kam ardhur për të projektuar Beratin ndryshe, për ta kthyer atë në identitet, për t'i dhënë pak shije këtij qyteti që ka ikur, për t'i dhënë pak dashuri më shumë këtij qyteti që ka ikur, për t'i dhënë më shumë shpresë këtij qyteti që ka ikur, që dhe Berati të integrohet në infrastrukturën nacionale dhe Berati të gjenden gjithë projektet, zbatojnë gjitha projektet që do ta kthejnë atë në identitet, për t'i dhënë dashuri më shumë dhe gjithë kurorës, sepse pash fshatra që vërtet janë pjesë territoriale e qytetit Beratit, por kam plagë të thella, plagë që duhen shëruar. Dhe do prek pak balkonin e Beratit, Drobonikun, që dje jam befasuar kur e kam parë të ndriçuar nga ena dhe jo nga drita. Pra, le t'i japim shpresë këtij qyteti, le t'i japim dashuri këtij qyteti, le t'i japim ngrohtësi këtij qyteti, sepse Berati ka nevojë për inxhinier Pavlo Shkarpën, që do punoj me mish dhe me shpirt i përkushtuar ditë dhe natë, që të paktën edhe rinia nesër të mos na iki, por edhe njerëzit që kanë bërë banesa të legalizojmë, edhe njerëzit që kanë bërë investime t'i gëzojnë. Pavlo Shkarpa nuk ju zhgënjen, jam juaj, votoni Pavlo Shkarpën, numrin 2 në zgjedhjet e 9 nëntorit 2025. Partia ime është Berati.